Tregtar flamujsh në muajin mars, kështu e kam titulluar komentin tim. Kur Ernest Koliqi shkroi novelën e famshme Tregtar flamujsh, ishte viti 1935 dhe Shqipëria kishte njohur një farë zhvillimi. Megjithatë, ashtu si sot, ishin shfaqur edhe atëherë demonët e pasurimit me çdo kusht. Në qendër të novelës është Hilush Vilza, një student që ka ardhur me pushime, dhe Gaspër Tragaçi, tregtar. Përmes këtyre dy personazheve, ai ndërton narrativën e asaj kohe që mbështillej rreth virtytit idealist të dijes dhe patriotizmit, të jetës ideale që ka si frymëzim pasurimin e shpirtit, të asaj që njihet si modeli Apollonit dhe që këtu tregohet përmes Hilush Vilzës. Dhe nga ana tjetër, është bota materiale, interesit, cinizmi dhe asgjëja, ajo që asgjëson frymëzimin ideal dhe jetën që ndërtohet mbi dijen dhe pasurimin e botës shpirtërore. Hilush Vilza nuk ka dëshirë ta vizitojë mikun e tet, por kur kalon para dugajës së tij, ai Gaspri e thërret dhe Hilush Vilza hyn brenda. Tregtari i stërvitur në oratorinë e shitjes së mallit, nis tani dhe jep këshilla studentit që shkruan vjersha. Aty ai shfaqet edhe si profet, kur i thotë se si duhet ta menaxhojë jetën. Pastaj shfaqet edhe si kritik e adetarizmës që po shuhet. Të gjithë në botë e duan vendin e vet, veç nesh, s'ndjejnë këtu gjindja, por duhet me i ba me ndije për dhuni. Dikur te na kishte njerëz ma të nxehtë për këso punësh. Atëherë pra s'kishte shqipnie, sot ka. Tash që ka, s'duhen me ditë për te, apo kujtohe. Unë për vedi nuk shoh përparim në këtë pikë. Për një moment, Hilush Vilza nis ta shoh me admirim tregtarin që kishte namin e atij që jetën e mentonte vetëm si një mall që duhet shitur dhe blerë. Gaspër Tragaçi nuk ndalet, po e shtyn më tej retorikën e tij dhe me një patetizëm që e befason djaloshin, shton se të rinjt duhet me ngjall këtë shqipni. Por Hilush Vilza i përgjigjet me sinqeritet se një popull i ri vonon me hyrë në rrugën e qytetënimit. Kjo ishte pjesa e parë e kësaj drame, e këtij dialogu, se pas kësaj veprimi hyn në një rrjet tjetër. Gaspër Tragaçi i thot djaloshit se don me i tregue diçka. E merr me vete dhe hyn në një dhomë të errët që ndriçohej vetëm nga një dritare e vogël që binte nga kopshti. Aty në atë dhomë, Gaspër Tragaçi kishte hedhur qindra flamuj kuqezi, të gjitha përmasave, me të gjitha coprat dhe që ndisur e qepur me mjeshtëri. Ja, i thot ai, atëherë kur mendova se shqiptarët do të ndizeshin nga liria që fituan, unë bleva këta flamuj. Se mendova që të gjithë do të vinin të më blinin nga një të tillë mua e ta vendosin në shtëpi. Por ata hiç, askush nuk erdhi dhe unë humba. A e shef si kam ra mrenda, më kanë mbet pa ushit, mjaft pra ja kam ul çmimet. Janë të njohura pastaj reagimet dhe dialogu mes tregtarit materialist dhe poetit idealist. Por bukuria dhe magjia e kësaj novele është ndërtimi i imazhit se atë dhe dashuria nuk është një gjë që i përket shpirtit, por është një mall që mund të shitet. Në atë çast, kur ky mall nuk shitet, edhe flamuri është një leck që nuk blen. Më kujtua kjo novele Ernest Koliqit kur pash protestën e PD-s me flamuj gjerman në duar. Këtu të gjithë ne mund të bëhemi patetik dhe të nisim e të recitojmë për flamurin, por nuk do të zgjidhim asgjë. Sepse pikërisht për shkak të patetizmit folklorik me cilin kemi mbushur narrativën tonë për atë deun, ne sot bëjmë gjeste që në një vend të qytetruar do të kishin provokuar skandale dhe reagime të fuqishme. Flamuri është shenja e një kombi që na dallon nga të tjerët. Është po ashtu edhe romani apo teksti ynë historik, identifikimi ynë që përmban gjithë narrativën historike tonën. Mirë po, nëse sot ne kemi arritur në atë pikë që në një protestë një force politike, njëherë përdorin flamuj amerikan për të identifikuar me një shtet fuqishëm, të cilit në një farë mënyre i kërkojmë aleancë që të na shpëtojë nga qeveria e Edi Ramës. Pastaj herën tjetër marrin flamuj gjerman dhe në mënyrë metaforike u kërkojmë gjermanëve që të vinë të bëjnë aleancë me ne për kauzën tonë. Atëherë është normale që dikush duke u marrë me policët të shkelat flamur. E keqja e këtij vendi është se ata që betohen për flamur janë ata që e kanë përdosur dhe shkelur me këmbë atë. Ernest Koliqi kishte vënë re sëmundjen e lindur të shqiptarëve që është edhe sot një shenjë e tyre, pra pasurimi me çdo kusht. Ndaj dhe parodizonte dhe përtalte me cinizëm idenë e mbrapsht që për të fituar shqiptari është gati të shesë edhe flamurin e tij. Dhe nëse nuk e shet, apo nëse nuk fiton nga kjo tregti, atëherë ai mallkon shqiptarët dhe Shqipërinë. Po sot, nëse do të shihte një parti që mban shenjën e forcës politike të djathtë, pra që mburret se ka si frymëzim atë dheun, fen dhe familjen, por që në protestë del njëherë me flamuj amerikan e pastaj me flamuj gjerman, çfarë do të thoshte Ernest Koliqi?
Ky ishte komenti im, mendimet e dhëna këtu nuk janë domosdoshmërisht edhe opinionet e RTS-s. Dhe tani me të ftuarin e parë, profesor Fatos Tarifën.